Valbona ironizon Laertin pas goditjes që ai bëri në spektakël. Një veprim i Laert Vasilit në Prime ka ndezur të gjithë banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ditën e shtunë, ai vendosi të largohej nga një lojtar i vetëm me Valbona Mhillin dhe të shkonte në një nominim kok më kok me të. Dhe kjo natyrisht nuk u prit mirë nga gazetarja e cila ka shprehur një pëlqim për të dhe krijoi një afrimitet të madh me aktorin, derisa po qëndronin ditën e diel në Obor, në sfond dëgjohej një këngë e Lyrical Song. MC Kreshës dhe Ledrit me në madhe, ku vargjet e së cilës si shfrytëzoi Valbona për dis. Të përshëndes Laert, hajde Laert, ti me mua ke hyrë gjuna, çdo natë në ëndër ke me mpa. I tha ajo, dhe nga ana tjetër Laerti u mundua që ta injoronte këtë moment ku në Obor ishte edhe gjesti me Eglin. Pritet të shihet se kush do të dalë nga ky televotim i fortë i së martës.